Rreshtet e dendura të shiut të rëna gjatë natës krijuan probleme në qytetin e Lezhës. Sistemi i kanalizimit nuk e përballoi nivelin e lartë të prurjeve, duke sjellë prezencë ujë në bllokun e banimit 11 janari dhe 11.2 hektar të lagjes Beslidhja. Niveli i ujit në mëngjes arriti deri në 40 cm, duke bllokuar hyrjen e pallateve dhe duke vështirësuar ndjeshëm qarkullimin e kombësorëve dhe automjeteve. Ndërkohë, nga moti i keq me shi dhe prezenca e ujit krijuan trafik dhe kaos në lëvizje në pjesën më të madhe të qytetit. Kjo është hera e dytë brenda pak ditësh që rreshtet e shiut krijuan probleme në këtë zonë të qytetit të Lezhës, ndërsa me rënjën e intensitetit të rreshjeve situata nisi të përmirësohej. Ndërkohë në qarkun e Lezhës vjen të jenë të përmbytura për rreth një javë, ku problematika më të mëdha janë në njësitë Kolsh, Zejmen dhe Shënkoll, si dhe në Mamurras të Bashkisë Kurbin.